Protesta e planifikuar për datën 22 dhjetor është cilësuar nga Sali Berisha si një hap vendimtar për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin ai e konsideron përgjegjës për situatën politike dhe sociale në vend. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, Berisha theksoi se tubimi i SHN-s është vetëm një sinjal i parë dhe se opozita ka të drejtën ndërmarrë çdo mas për të larguar Ramën nga pushteti, duke quajtur qeverisjen aktuale një diktaturë. Protesta tanën është fillimi i madh i shtinës e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protestë tanën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Berisha thotë se protesta do të jetë përgjigje e korrupsionit të ministrave dhe kryeministrit Edi Rama. Qytetarë shqiptarë mësuan se ministrja dhe zëvendës kryeministrja, që ndër të tjera kishte qenë nga babysitter në një punojse në Bashkinë e Tiranës, është pronare e 300 apartamenteve, e 2 jahteve dhe shumave prallore akoma të pa gjetura në kontot e saj. Tandemi apo dyshja Rama Balluku janë njët pandar dhe nëse Balluku është pronare apo disponon 300 apartamente dhe 2 jahte, ju garantoj se në vlerë Edi Rama minimumi disponon vlerën e 1500-2000 apartamenteve. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se protesta do të jetë mundësi për qytetarët që të shprehin revoltën e tyre dhe të japin një ultimatum të qartë dorëheqjen e Edi Ramës, i cili është kusht për rikthimin e paqes që Shqipëria meriton. Ai fton edhe partitë opozitare duke përmendur shembuj personal të aktivistëve si zoti Lapaj dhe u shpreh hapur ndaj pjesëmarrjes së partive të tjera opozitare. Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti gjitha kushteve që Shqipëria të rigjej paqen që meriton. Berisha theksoi se opozita tashmë nuk po merr të drejtën që i takon në parlament për shkak të shumicës aktuale dhe se protesta e 22 dhjetorit është një mundësi për të riformuar balancën politike në vend. Ai paralajmëroi se tubimi i SHN-s nuk do të jetë i vetmi dhe se opozita do të vazhdojë me lëvizje të tjera derisa të arrijë qëllimi i largimit të Ramës. Kemi të drejtë të ndërmarrim çdo mas kundër tij për ta nxjerrë nga pushteti. Ai pushtet qëndron mbi farsën dhe jo votën. Cili do jetë? A do shkojmë në drejt saj? Absolutisht po. Ne jemi një diktaturë. Ne duhet realizojmë se jemi në një diktaturë. Kështu që ne dim si luftohen diktatura dhe ne do i përvishëm i diktaturës. Edi Rama të ardhme nuk ka. Ne japim sinjalin e parë me datën 22 për të vazhduar gjerë në largimin e tij. Por si njerëz të gjitha ata që janë të betur në misionin e tyre për të larguar këtë diktaturë, duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me batanien shpinde. Plotësisht dakord. Ne kemi ftuar të gjitha partitë. Ka një problem. Opozitë dhe pseudo-opozitë, apo opozitë e opozitës. Ju e pat ku përfundoi Shabani në xhirin e Edi Ramës. Pretendonte se është opozitë. Unë përshtes zotin Llapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë ti, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu, por ambiguiteti i tyre dhe krahasimi që bëjnë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, dëshmon se janë në një pozicion opozitë e opozitës.